Një tjetër pyetje që pak a shumë e përmend edhe pak më herët, por të paktën ti kthejmë një përgjigje të shkurt. A mund vi kolla edhe nga stomaku apo zemra, apo vetëm nga mushkërit? Gjithmonë vjen, do thotë, si më shpesh është si pasojë e stomakut, si më shpesh që ndodh. Kur kemi kthim të përmbajtjes gastrike, kur kemi çrregullime me mbyllësin e lukthit në pjesën ku lidhet me ezofagun. Ai kthim mund shkaktojë edhe infeksione të rrugëve të frymërës, por nxit edhe reagim si reagim alergjik në kollitje. Po ashtu edhe problemet kardiake, insuficiencë e rënd kardiake, do të thotë pamjaftueshmëria kur zemra është me lodhën dhe nuk kryen funksionin e vet normal, mund të nxitë në kollitje. Po ashtu, ka disa ilaçe antihipertenziv kundër tensionit të lartë që përdoren tek pacientët që me vitet tona nuk kanë dhënë të lashe, por vjen koha kur din me shkaktu edhe reakcion të kollës, janë barna të thjesht që përdoren, do thotë antihipertenziv të thjesht, që shpeshherë din të shkaktojnë kollitje dhe në një konsull bashkë pulmologut me kardiologun, në momentin kur ndryshohet terapia, ata pacient nuk kanë kollitje më. Që do të thotë se edhe problemet kardiake nxisin në shfaqjen e kollës.